Çdo vit dhe çdo ditë e cila kalon nga jeta jonë në këtë botë paralajmëron për afrimin e vdekjes, paralajmëron për llogarinë tonë tek Allahu i lartësuar. Dhe vdekja është një realitet i cili nuk bën dallim nga asnjë prej njerëzve. Ajo i vjen në mënyrë të njëjtë, të befasishme apo dal ngadalë, si të pasurit ashtu edhe të varfrit, si të diturit ashtu edhe të paditurit, si sundimtarit ashtu edhe të sunduarit, si prindit dhe fëmijës, si të vjetrit dhe të riut. Por njerëzit për sa i përket qëndrimit që mbajnë ndaj vdekjes ndahen në dy grupe. Njerëz të cilët e përkujtojnë vdekjen, përgatiten për të, veprojnë vepra të mira në mënyrë që të marrin nga shpërblimet e mrekullueshme të Allahut, të cilat rrjedhin menjëherë pas vdekjes. Dhe njerëz të cilët e harruan vdekjen, nuk duan ta përkujtojnë atë, nuk duan të flitet për të, nuk duan të dëgjojnë për të, me idenë se në këtë mënyrë ata do t'i shpëtojnë llogarisë të krijuesit i tyre. Për njerëz të tillë, Allahu i lartësuar thotë: "Fal-yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha." Ne, thot Allahu i lartësuar, njerëz të tillë sot, pra në këtë ditë, në ditën e Kiametit, i harrojmë në të njëjtën mënyrë si ata harruan takimin në këtë ditë të madhe. Në një këshill të tij Muhamedi alayhi salatu wassalam thot: "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabil." Jeton në këtë botë si një njeri i huaj apo si një udhëtar, pra si ai të cilit ti nuk i përket kësaj jete, nuk i përket kësaj bote, por qëndrimi yt është i përkohshëm, për fare pak kohë dhe një ditë ti do të largohesh në mënyrë të sigurt prej saj. Ka qenë Abdullah ibn Umari radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thoshte: "Nëse ngrysesh, mos e prit sabahun, dhe nëse lëdhihesh, mos e prit mbrëmjen." Gjatë shëndetit përgatitu për sëmundjen tënde dhe gjatë jetës përgatitu për vdekjen tënde. Pra në këtë këshill, ashtu si në këshillën të dërguarit të Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam, besimtari mësohet edhe nxitet që gjithmonë ta përkujtoj vdekjen, jo me qëllimin që ajo ta demoralizojë atë, ta bëj pesimist atë, derisa t'ja ndërpres hovin, dëshirën, zellin për vepra të mira apo për aktivitetet e cilat i japin atij dobi, por me qëllimin që përkujtimi i saj të shërbejë për të qenë një adhurues sa më i madh i Allahut dhe një njeri sa më korrekt me Zotin e tij.